Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah në falendrojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Sprova dhe i sprovuari. Dijeni se sprova nuk është gjithmonë fatkeqësi. Sprova mund të jetë mirësi ose mund të qëndrohet fatkeqësi. Varet prej teje se si e kupton dhe si sillesh karshi Allahut azza wa jall, ai përmbash kushteve islame apo dalish prej rregullave të Zotit. Të jesh i sprovuar është diçka normale, por të bësh veprime të ndaluara në sprovë, kjo pastaj të kalon rregullat e normale dhe hyn në mëkat. Të sprovosh nga Allahu xhaleshanuhu është traditë, sunet, natyrshmëri e krejt njerëzve, duke filluar nga pejgamberët, pastaj nga të devotshmit, nga evliat e kështu me radhë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë më të sprovuarit janë pejgamberët, pastaj besimtarët e devotshëm. Allahu i lartësuar në Kur'an në disa vende ka treguar se Allahu na ka kriju që të na sprovoj kush po bën punë më të mira. Ashtu Zoti xhaleshanu ka thonë liyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin. Me dalu, me nda safat atyre që kanë besu dhe atyre të cilët nuk janë besimtarë. Ashtu Zoti i lartësuar ka thënë në Kur'an, do t'ju sprovojmë në pasuri, me frikë, me uri, me marrje të vladëve, astaghfirullah, Allah na ruaj, edhe me vdekje. Kush është më i miri prej nesh? Ai i cili bën sabër, ai i cili kthehet te Zoti. Prandaj të sprovohesh nuk është shenjë që Allahu nuk po të dë. Të sprovohesh edhe të bësh sabër dhe dish mos sjell ç'është duhet, kjo ka lënë mirësi. Por të sprovohesh edhe të mos dish ç'është më sjell në sprovë, atëherë kjo ka lënë fatkeqësi. Ai i cili atij të cilit Allahu ja ka marrë një mirësi, por ka bërë sabër edhe ka fitu përmes kësaj sprove shpërblimin, ai nuk ka humbur kur gjë. Se tek e fundit çdo sa është i caktuar nga Allahu. Na kur e cakton Zoti një sprovë për neve dhe arrim përmes kësaj sprove me fitu sevapin, me fitu shpërblimin, këtu kena fitu. Por nëse ndodhe kundërta, që ne përmes kësaj sprove na ka marrë Zoti një pasuri, një shëndet, një evlad, një të dashur, një akraba, edhe na jemi mërzit, kemi fol fjalë të këqija, edhe nuk kemi ditë që është me u sjell në sprovë, na le që kemi humb atë të mirë, evladin, shëndetin e tjerë, pasurin, por na e kemi humbur edhe shpërblimin. Edhe këtu domethënë kemi ra prej provimit. Mos haro se Allahu i lartësuar sprovat nuk i çon në parim për t'i dënuar besimtar apo njerëzit. I çon thash për t'i dallu të mirët prej të këqijve, për t'i dallu besimtarët prej dy fytyrëshave munafikëve. Po ashtu për t'i pastru sa më shumë. E dini shembullin e arit. Ari sa më shumë që qëndron në zjarr, aq më shumë pastrohet nga papastërtitë. E dini se dallimin mes diamantit edhe çmyrit, se diamanti qëndron në thellësitë të tokës, ku toka është e nxehtë. Edhe kjo nxehtësi e tokës ato e pastron, e bën të mirë, e bën të bukur, vizllon. Edhe njerëzit e blejnë me shifra të larta të hollave. Përkundër çmyrit, i cili qëndron rreth sipërfaqes tokës, edhe nuk sprovohet me ato nxehtësi të mëdha që është sprovu diamanti. Edhe kjo e bën me ushit me thas e me tonelata e me kamion me çmime të lira, me çmime të thjeshta. Andaj na kemi në historinë islame rastin e të gjithë pejgamberëve. Ja për si shembull, përmendim Jakubin alayhi salam, i cili ka thonë unë mërzin edhe sprovën time ja çaj vetë Zotit. Zoti nuk i da ata të cilët bërtasin, ata të cilët e shkyn rrobën, ata të cilët i shkulin flokët, ata të cilët i mshojnë kokës kuku, çfarë bën? Nuk i da. Fa sabrun jamil, me bën sabër të mirë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam na i ka treguar se si besimtari duhet t'i ketë hapat në përsprova. E para, innama sabru inda sadmati al-ula apo fi sadmati al-ula. Sabri është në çastet e tij të para, me di që Allah ka dal, ka diçka këtu. Pastaj tawakkul.
Shkalla e dytë mas sabrit, në fillim, është me mbështet Allahit. O Zot, ty të kom lënë çështjen time në dorë. Edhe e treta, el yaqin. El yaqin, ti jesh i bindur. Qysh po e sheh këtë video, po më sheh mu, që po flas, ti jesh akoma më i bindur se ajo që ka caktuar Allahu është hajër për ty. T'ja lësh çështjen tane Zotit në dorë, duke u bindur se edhe po ta kesh ti mundsinë tane, nuk mundesh me rregullu më mirë çështjen tënde se sa që rregullon Zoti. Ti jesh i bindur se sprova sado që është e madhe, nëse mirë menaxhohet sipas rregullave islame, ki me dal faqebardh, me shpërblim fitimtar në dunja dhe në ahiret. Andaj, nëse të lind ty ideja, pse Zoti më sprovoi, a thoni jam i keq? A thu kjo sprova është dënim për mu? A është fatkeqësi? Kollaj ki me kuptu. Sprovën, prej sprovës, a ke fitu se vape? A ke ditë me marrë hapat e sakt? Apo çka ke ba? Nëse nuk ke vepru sipas rregullave islame, atëherë kjo është fatkeqësi për ty. Atëherë kjo është dënim për ty. Atëherë kjo është se ti ke ra për provimit të Zotit. Një gjë dijeni. S'ka njeri në botë që s'ka mu sprovu, por edhe dijeni tjetrën. Nuk ka njeri në botë i cili ose mas asaj sprove ka mu shpërbly, ose ka mu dënu. Sprova është provim për secilin prej neve. Ajo e ka një kohë, një afat që merr fund, sado që duket i gjatë, dhe në fund, pas asaj sprove, mas ti provimi, vjen rezultati. Ose ki me marrë notën kaluse, ose ki me ngel. Kuptoj shtu sprovën, mos e baj gale gjëra tjera. Salam.